Pra shenjat e kiametit mund të jenë gjëra pozitive, mund të jenë gjëra negative. Nuk është kusht që të gjitha ato të jenë gjëra të këqija apo negative. Qofshin të vogla, qofshin të mëdha. Edhe të shenjat e mëdha, për shembull, dalja e Mehdiut, zbritja e Isaut alayhis salam janë gjëra pozitive. Nga ana tjetër, dalja e Dexhallit, luftimi i ushtrisë së tij nga ana e muslimanëve janë gjëra negative për muslimanët. E që do më thonë se nuk është patjetër që të jenë shenjat e kiametit komplet pozitive ose komplet negative. Kjo është më rëndësi që të potencohet, pra sepse njerëzit kanë lidhje me këtë çështje, kanë do më thonë paqartësi. Dhe kjo është diçka tjetër më rëndësi që duhet potencohet është se shenja e kiametit nuk është patjetër që të nxirret një dispozit prej saj. Mund të jetë një dukuri e caktuar, mirë po nuk është patjetër që të nxirret dispozit prej saj. Si për shembull e ka përmend pejgamberi alayhis salam se baresha, prej shenjave të kiametit është se baresha, femër, do të thoj prej rreth Irakut deri do të vinë nga dishullin arabik dhe nuk do të friksohet përveç se nga ujku për delet e saj. Dhe disa njerëz e kanë marrë këtë si argument se lejohet që gruaja të thoj vetë. Hadithi nuk ka dalë në kontekstin e dispozitave. Nuk po thot pejgamberi alayhis salam se halal haram, po thot se do të ndodh si dukuri, do të ndodh. Pa marrë parasysh është pozitive apo negative. Ndërsa në hadithe tjera e ka sqaruar se nuk i lejohet femrës të udhtoj pa mahrem, pa një të afërm mashkull. Do të thonë në udhtim ku shkurtohen namazet, udhtim në cilin shkurtohen namazet, nuk i lejohet femrës që të udhtoj pa një të afërm. Andaj ai që e kupton çështjen e shenjave të kiametit ashtu siç duhet, nuk vjen dhe të argumentohet me këtë hadith, sepse ky ka ardhur si hadithi ka ardhur që tregon një dukuri, një ndodhi. Pa marrë parasysh se diçka pozitive është negative. Po ashtu prej shenjave të kiametit ka ardhur pejgamberi alayhis salam e ka përmend prej shenjave të kiametit është se do të bëhet zina në rrugë. Dhe njeriu më i ndershëm do t'ju thojë, ej, mos bëni bashkë në rrugë, shkoni pak, mshehuni pak më larg. Kjo është prej shenjave të kiametit. Mirë, po mund thojë dikush se lejohet të bësh zina në rrugë për shembull? Jo, pejgamberi alayhis salam po thotë se do të ndodh. Pa marrë parasysh është pozitive, është negative. Andaj ajo që e potencuam se shenjat e kiametit mund të jenë pozitive